I nderuar myfti I Bashkisë Islame të Kosovës, zotri Naim Tërnova, I nderuar zotri Ahmet Al-Harbi, zëvendës ambasadori I Arabisë Saudite në Tiranë, I nderuar kryetar I Prishtinës, zotri Përparim Rama, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër. Arabia Saudite ka qenë pranë popullit të Kosovës në momente kyçe të historisë sonë më të re. Mbështetja e ofruar nga ky shtet mik, sidomos gjatë periudhave të vështira, ka qenë thelbësore për Kosovën dhe është dëshmi e një miqësie të fortë e të sinqertë. Ne jemi thellësisht mirënjohës dhe mbetemi për herë falendërues. Sot dy vendet tona janë vende partnere me marrëdhënie dypalëshe që forcohen dhe zgjerohen vazhdimisht në fusha të ndryshme. Po punojmë me përkushtim për të afruar më shumë popujt tanë përmes urave të bashkëpunimit në fushat e turizmit, arsimit, ekonomisë dhe kulturës. Gjatë viteve të fundit, mijëra qytetarë nga të dy vendet kanë vizituar njëri tjetrin për arsye të ndryshme, qoftë për qëllime turizmi, biznesi apo fetare. Në vitin e kaluar, në frymën e lehtësimit të këtij shkëmbimi dhe afrimit të mëtejshëm, u nënshkrua marrëveshja për fluturime direkte mes Kosovës dhe Arabisë Saudite, që reflekton nivelin në rritje të bashkëpunimit tonë. E kjo ekspozit nuk do të mund kishte emër më përfaqësues për traditën arabe në përgjithësi dhe mbretërinë e Arabisë Saudite në veçanti, sesa emri I tanishëm urat. Tradita arabe, nëse do të shpreheshim me gjuhën e historianit të madh e arabistit francez të shekullit kaluar Ferdinand Brodel, është ura historike që lidh antikitetin grek dhe romak me modernitetin global. Por para kësaj është mbi të gjitha boshti ku ngjau kryqëzimi I mesazheve profetike. Oaza ku Zoti dërgoi profet që përcollën mesazhin e njerëzshmërisë dhe të bashkimit. Oaza ku mendohej se si të bëhej një në barazvlerësim njerëzimi I vuajtur dhe I shpërndar. Vendi ku mesazhi profetik sklavit Bilal I dha lirinë dhe trajtoi si njeri. Është ura që mundëson takimin e zonave të mëdha kulturore dhe udhëve të pasura gjeografike. Mundëson takimin e mesdheut e detit Kuq me Oqeanin Indian, të Evropës me Afrikën dhe Azinë. Përveç urës që lidh, është edhe qendër që na bën të reflektojmë. Nga fjala e Zotit e të drejtësia politike, si ajo me Jerusalemin për shekuj me radhë, ne gjejmë një traditë që nderon të kaluarën dhe jep të ardhmës njerëzimit mesazhin e paqes dhe të unitetit. E ne jemi këtu për të njohur e për të avancuar më tej bashkëpunimin tonë dhe gjithashtu kulturën, traditën dhe trashëgiminë e Arabisë Saudite që po shpaloset edhe me këtë rast. Teksa çdo ditë natyrisht angazhohemi për të forcuar urat e partneritetit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Arabisë Saudite. Vendi ynë ka një pasuri të jashtëzakonshme kulturore, llojshmëria e secilës sot shprehet në formë të krijimtarisë materiale dhe shpirtërore, e trashëguar nga e kaluara jonë. Ne e njohim dhe vlerësojmë pasurinë e shumëllojshme të shtetit tonë. Kjo është vlerë universale dhe çelës për krijimin e ndërveprimit shoqëror dhe tejkalim të dallimeve ndërmjet komuniteteve të ndryshme që jetojnë në këtë shtetin tonë. Jemi të përkushtuar që të vendosim kulturën dhe trashëgiminë kulturore në qendër të parimeve themelore të bashkëjetesës, respektit ndërsjellët dhe zhvillim të shoqërisë demokratike. Bashkëpunimi I ngushtë me institucione shtetërore, komunitetin fetar, pronarët, artizanët, shoqërinë civile, e në veçanti me shtetet mike të Kosovës është një rëndësie të posaçme. Sot në këtë ekspozit të organizuar nga Bashkia Islame e Kosovës, teksa njoftohemi me vlerat e trashëgimisë kulturore të mbretërisë Arabisë Saudite, vlerat e njëri tjetrit, ne në vërtet krijojmë ura bashkëpunimi e bashkëveprimi me njëri tjetrin. Andaj dëshiroj të shpreh falënderimet e mia për Bashkinë Islame të Kosovës që na sjell këtë ekspozit si një aktivitet I cili na afron
edhe më tej me kulturën dhe njohjen me Arabinë Saudite. Ju falenderit.